Edhe ju edhe për shikuesit të vënishit, kompetencat e kësaj ministrie, e përmend çështje sociale, po të diskutojmë detajisht, që të kuptohet realisht pse është kjo ministri në funksion të shkafit është. Atëherë më lejo kështu të ndaj në disa shtylla. Në radhë të parë, Ministria e ka agjencionin e punësimit të Republikës Kosovës, që në kupton tregun e punës, papunësinë, punësimin dhe qendrat e aftësimit profesional, një sektor që për mua është goxha e rëndësishëm në nivel të Kosovës dhe duhet të ketë në fakt edhe njohjen e merituar edhe prej qytetarëve si sektor për shërbimin që i gryn. Pastaj ka inspektoratin qendror të punës, që kryen inspektime të rregulla në kuadër të shëndetit dhe sigurisë punë, kontrata dhe të tjera, që me në fjalë të tjera e monitoron zbatimin e ligjit të punës. Pastaj kemi edhe drejtorinë apo departamentin që bën politikat e punësimit. Është departamenti që kontrollon, monitoron, po edhe harton në fakt tashmë politikat e skemave sociale. Shërbimet sociale do të bartën tek ne nga Ministria e Drejtësisë, një gjë që ka qenë kohë të fundit në Ministrinë e Drejtësisë. Skema sociale tashmë janë dhe tek ne. Departamenti i shërbimeve të pensioneve, që përfshin mbi 16 pensione, tu i përfshi edhe pensionet e profesorëve të viteve të 90-ta, pensionet e Trepçës, sot që kisha një konferencë me minatorët e Trepçës, pensionet kontributënëse, pensionet bazike, pastaj edhe pensionet e kategorive dore nga lufta, por për mua kjo është edhe një sektor i veçantë, sepse edhe ministria tashmë e ka emërtimin e veçantë që është vlerat e luftës shërbimtare, jo vetëm në kuptimin e pensioneve, por në kuptimin e vlerave të luftës, në kuptimin e dinitetit në fakt të këtyre kategorive, sepse besoj dhe jam shumë i bindur që secili qytetar ka të njëjtin mendim që vlerave të luftës duhet ju vihet një dinitet i merituar edhe në kuptimin institucional, jo vetëm të benefiteve, po edhe në kuptimin e një ligji për ta, në kuptimin e harmonizimit, ato që kanë bërë në fakt dje me ekspost të ligjeve, të harmonizimit të këtyre ligjeve edhe të tjera. Një sektor që është i ri në fakt, është këtu, jo me fush veprimtarisë, se neve që kemi qeveria Kurti dhe në mandatin e kaluar ka fillu implementimin e politikave për familjen, por sektori familje kështu është goxha i ri dhe neve nevojitet në fakt një kohë derisa të marrim praktikat më të mira të Bashkimit Evropian, sepse këto po synojnë që të fusim në këtë departamentin e familjes, që familja të ruhet në mënyrë institucionale, që të kemi parasysh edhe natalitetin dhe ramin apo rritjen e natalitetit, kemi parasysh politikat në mbështetje të familjes së re. Në kuadër të kësaj pastaj është edhe banimi i përballueshëm, edhe kjo ka kalu që ka qenë në fakt Ministri të Ambientit, një premtim i Ministri i Ambientit, erës kaluar edhe në kuadër Ministrisë të Ambientit, por nuk është bërë shumë në këtë aspekt. Po, ndërtimi nuk është ende të unë, është në Ministrinë të Ambientit përsëri, por administrimi dhe përzgjedhja do të kalon, si ka kalu në fakt, si fushë veprimtari tek unë. Kjo është një projekt kapital. Unë nuk premtoj për këtë projekt sot, sepse është një projekt që kërkon goxha analizë, goxha punë për me realizu, po është tek unë dhe unë besoj që do të dërgoj përpara në këtë pikë. Domethënë këto janë fushat që i mbulon ministria ime. Kushdo që ka të bëjë me çështje sociale, shërbime sociale, pavarësisht se ne duhet me pas të qartë edhe një gjë që qendrat për punë sociale janë kuadrat komunale, janë kuadrat komuna, mirë për politikat për shërbime sociale. Tash